sugjeronte ministri për shkarkimin kishte dhe nota ilo në e kemi dhe ekzekutivit e ministrin dhe imuniteti për shkak se do duhet përballet me drejtësi. Paktën kjo është ajo se çfarë ka ndodhur, tashmë deputetët e Partisë Demokratike hynë së bashku në sallën e kuvendit ku pritet pra që kjo e sotme të jetë instancë e përplasje. Do të shikojmë po apo jo zotin Berisha, i cili O Marton, çfarë është? O vino, unë kohën. O vino. O unë me ti kohën. Do të fara polici. Kryetar kërkojnë dorëheqjen e Tiranës si zgjidhjen e vetme të kësaj gjendje dhe të kësaj situate dramatike që po jeton vendi. Në një kohë kur Edi Rama, njeriu në i poshtruar në detyrë sot në të gjithë hapësirën e Bashkimit Evropian dhe me gjë. Nuk ka sot një kryeministër të poshtruar para botës dhe para popullit të tij siç është Edi Rama. Është i poshtruar sepse po përdor ligjet, kushtetutën, po shkelmon ligjet e kushtetutës për të mbrojtur vjedhjen e tij. Është i poshtruar sepse për interesat të tij, hajdutërisë së tij, të pasurive të tij paligjshme, po mbyll dyrën e Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Është i poshtruar se aty ku miraton ligje në parlament për firmën e tij, firmën Jamer, ku mbesha Spirogjoka. Është i poshtruar sepse aty ku bën ligje që lindë e për shëndetje e Shqipërisë, zonja Begaj ja menderos ligjin. Është i poshtruar. Pra, Edi Rama përjeton periudhën e poshtrimit më maksimal të një qeveritari, të një kryeministri. Ne sot jemi këtu për të shprehur mendimin e qytetarëve shqiptarë. Do të votojmë në unison për heqjen e mandatit dhe arrestimin e Lubi Ballukut, por to nuk janë zgjidhja e krizës. Zgjidhja e krizës është largimi i njeriu më të poshtruar sot në skenën politike europiane dhe perëndimore, të themi, që quhet Edi Rama. Ju duhet ta dini këtë, që ai është njeriu i poshtruar për aktet që ka kryer, por ai për të shpëtuar lëkurën e tij është i gatshëm të pranojë çdo lloj poshtrimi që i bëhet. Nuk mund ta imagjinoni ju se si në darkat e tij të nederitshme që ja u nxjerr ato që han miqve, shkon dhe u përkullet, u bie në gjunjë si leken, si shtetuar shampapjo, për të kërkuar që të ndryshojnë mendimin. Ky është ta dinë shqiptarët se ky është sot Edi Rama. Ju pas. Bravo.